Tash mbi që vazhdojmë tutje rrjedhën e programit mëngjesit me intervistën e radhës, ku në linjë të drejt për drejt do të kemi drejtorin e festivalit Lyra në Gjilan, Kushtrim Jakupi. Mirëmëngjesi Kushtrim. Mirëmëngjesi Radio Televizioni Kosovës. Si e kemi Gjilanin sot? Mirë është Gjilani, një ditë e jashtëzakonshme, e bukur, e ngrohtë. Tamam një para përgatitje për një fest e cila po na vjen të hënën. Zotri Jakupi, çfarë përfaqëson festivali Lyra për qytetin e Gjilanit? Kështu, festivali Lyra përndryshe është festivali i parë i cili vjen në anën tonë, Ana Morav. Është një festival me cilin kemi fillu qysh në vitin 2010 dhe këtë vit kemi kënaqësinë që kemi vazhdu këtë traditë për 17 vite me radhë dhe e shoh që çdo vit është shumë më i bukur e më i ngrohtë se tjetri. Përndryshe, ky festival ka qëllimin që të bëj fëmijë të talentuar nga të gjitha trevat tona, duke përfshirë edhe Shqipërinë dhe Maqedoninë, dhe që në të vërtet është një mundësi për të gjithë fëmijët e talentuar që të jenë pjesë e këtij festivali dhe të shprehin talentin e tyre. Përndryshe, ky festival vazhdon të jetë eventi qendror në qytetin tonë sa i përket ditës së fëmijëve, 1 qershor. Po, cili ishte edhe në fakt vizioni juaj për këtë vit për organizimin e festivalit? Po kështu, sikurse edhe vite tjera, edhe ky vit do të mundohemi të vendosim ato standardet të cilat ne vazhdojmë të i kemi në festival, që këngët jenë të një karakteri edukativ, një karakteri familjaror, dhe mbi të gjitha po bëjmë përpjekje që këto këngë në vazhdimsi të jenë në një farë forme premier apo të papublikuara më herët. Ky është një standard me cilin edhe ne i përmbahemi gati se çdo vit. Përndryshe, vizioni është një ardhme e bukur për fëmijët, një ambient i bukur, i shoqëruar me padyshim këngën e tyre të bukur. Po, çfarë e dallon Lyrën nga festivalet e tjera për fëmijë? Kështu, festivalet për fëmijë gjithandaj nëpër Kosovë kanë një zhvillim të duhur. Megjithatë, unë mendoj se përkushtimi jon i jashtëzakonshëm, sidomos në përzgjedhjen e këngëve, kemi një konkurrencë jashtëzakonshme, po gjithashtu kemi angazhuar një komision i cili bën përzgjedhjen e këngëve, të cilat edhe konsiderohen njëkohësisht edhe si fituese të festivalit. Kjo është një, e dyta është një investim ndoshta pak më i thelluar në skenën e festivalit, që mendoj se është shumë e rëndësishme sot, si dhe në proklamimin e këngëve të cilat vijnë tek ne. Do thotë, ne kemi arritë që të krijojmë një sistem me cilin do të promovojmë fëmijët me këngët e tyre, jo vetëm festival, por edhe jashtë festivalit, do të thotë duke i vendosur në platformat e tyre gjithandej, por që edhe një fokus tjetër që këta fëmijë të jenë në përkujdesjen tonë në mënyrë që të vazhdojnë në zhvillimin e tyre profesional muzikor edhe në të ardhmen. Kemi shumë raste të cilat kanë vazhduar domethënë të merren me muzikë dhe sot edhe kësaj dite. Domethënë që 17 gjenerata kontinuiteti ka bërë që të kemi kështu një krenari tonën, sepse në këtë formë po japim, po mendojmë, një mundësi të mirë gjithë fëmijëve të talentuar. Mjaft i rëndësishëm për zhvillimin artistik të fëmijëve. Po, sa fëmijë do të marrin pjesë këtë vit? Si që thashë edhe më herët, po është me rëndësi një përzgjedhje kualitative. Ne nuk jemi fokusuar asnjëherë në kvantitet, por në cilësi. Këtë vit kemi pranuar 17 këngë që kemi menduar se duhet jenë pjesë e këtij festivali. Domethënë, këtë vit do të marrin pjesë 17 këngë të reja, të papublikuara, dhe mundësi për 17 fëmijë të dalin shumë prej tyre dhe ndoshta për herë të parë
në skenë. Këto këngë, si që thashtë edhe më herët, për mbledhin fëmijë nga të gjitha trevat tona, po njëkohësisht është edhe një mundësi shumë e bukur edhe për promovimin apo për kompozitorët e shumë të cilët tani veç po vinë shumë e më shumë në skenën e muzikës për fëmijë. Po, si po përgjedhja këngëve dhe e fëmijëve pjesëmarrës? Si që thashtë edhe më herët, tek ne ekziston një ekip në kuadër të organizatës Lyra, e cila është bartëse e festivalit, të cilët pas konkurimit të fëmijëve mblidhen dhe përzgjedhin me një farë forme të gjitha ato këngë të cilat mendojmë se janë më të avancuara, ata që mirën me muzikë profesionalisht e dinë, do thotë duhet sigurisht duke filluar prej tekstit, i cili duhet jetë edukativ, teksti duhet jetë i natyrës fabirore, pastaj këndimi të jetë në nivelin e duhur, edhe pse ne dim që sot edhe në studiot muzikore mund bëhen aty këto edhe intervenime. Por mendojmë që edhe ajo duhet jetë një element i rëndësishëm, pastaj edhe duke kaluar edhe te forma muzikore, te zhvillimi, orkestrimi e tjera. Domethënë mirën profesionistët të cilët e bojnë përzgjedhjen e këngëve më të mira për të marrë pjesë në këtë festival të bukur. Po, a kishte interesim të madh të fëmijëve për qenë në pjesë e Lyras? Gjithmonë ka interesim, sepse e tashmë 17 vite kemi krijuar kështu një rreth të bashkëpunëtorëve, kemi bërë një jehon gjithandej nëpër Kosovë dhe konkurenca është e jashtëzakonshme. Dikun ndoshta afër 30 këngë kanë konkurruar. Kemi pas të hapur konkursin deri rreth datës 20, por që ka pas paraqitur edhe pas kësaj date dhe neve gjithmonë na vije keq, sepse nga njerë ndodh që të mos ndoshta të jenë të informuar me kohë, apo të mos arrijnë të realizojnë këngët dhe të vonohen shumë prej tyre, por që do të thotë prej atij numri jemi mundu dikon rreth apo gjysmën e këngëve të i pranojmë, sepse nuk kemi pas mundësi që të i pranojmë të gjitha. Pra interesimi është i vazhdueshëm, sikurse çdo vit bile. Mendoj edhe përkundër rritjes së numrit të festivaleve, jo vetëm Gjilan, po edhe gjithandej ajo lakorja e interesimit për pjesëmarrjen në festivalin ton, po vjen duke u rrit dhe kjo po na vën neve krenar për punën që po vazhdojmë me bëj. Po, sa është sfiduese organizimi i një festivali për fëmijë? Sigurisht që është sfidues, veç ata që mirën me festivale e dinë. Ne jemi, si që thash, një ekip të gjithë angazhohemi nga pak, po mendoj se për krahja institucionale ndoshta nga njëherë duhet jetë edhe më e fuqishme. Dorën zemrën e kemi pas për krahje nga komunat vazhdueshme, her pas here dhe nga Ministria e Kulturës, por që mendoj se investimi në këtë drejtim duhet jetë edhe më i madhe, sidomos në një datë shënuar, një qershor është data me cilën ne e mbajmë festivalin në vazhdimsi, prandaj edhe mendoj se duhet të hyjë në agjendën e vazhdueshme, pra ne si organizator nuk duhet të mbajmë atë gajlen e madhe se sa do të kemi fonde për të shpenzuar për këtë festival, por duhet të kemi mundësi që të fokusohemi sa më shumë në kvalitet. Sigurisht për me realizu një festival ashtu siç duhet, sepse unë jam ashtu pak, kam dëshirë që kur të organizojmë si duhet, pra duke fillu prej skenës e cila kërkon një investim goxha të madh, sidomos tash në kohën e teknologjisë, kur është pa imagjinueshme që një skenë të jetë pa një angazhim të vërtetë të teknologjisë, sidomos të ekranit LED, apo si e quajmë, domethënë duhet jetë kështu goxha madhështore, duhet të inkorporohet edhe teknologjia gjatë interpretimit të këngëve, që në mënyrë që ato materiale të paraqiten vazhdimisht në ekran, që të jetë sa më atraktiv, që të jetë sa më i bukur. Edhe pastaj sigurisht që do të ishte shumë e mirë që këto këngë
të mund si të them, të sponsoroheshin të gjitha nga festivali, që ata fëmijë të cilët nuk kanë mundësi që të realizojnë këngë, sepse ne e dim që janë të kushtueshme, të mund të mbuloheshin nga festivali vetë. Do të thotë, kjo do të ishte një përparësi shumë e madhe. Prandaj edhe e thash, do të thonë ndoshta një mbuleshmëri më e fuqishme, sidomos në fonde për këtë drejtim, për stimulim të fëmijëve të talentuar, do të ishte shumë e mirë se ardhur. Sigurisht edhe mungesa e infrastrukturës së duhur në për qytete, po edhe në Gjilan e realizojnë vazhdimisht në teatrin e qytetit, por që do të ishte shumë e mirë që pse jo këtë festival të realizojmë edhe në ambiente të hapura, që gjithashtu kushton shumë a shumë, apo në një sallë tjetër adekuate ku do të pranonte një numër më të madh të spektatorëve. Gjitha këto, po edhe probleme të tjera, sigurisht që vazhdimisht na përcjellin, por që ne vazhdimisht po mundohemi që të çdo vit të marrim mësime dhe të kalojmë ato pengesa të cilat na paraqiten. Po, sa është e rëndësishme edhe mbështetja e prindërve në këtë proces? Sigurisht që është jetike, me ju thanë të drejtën, kati se të gjitha festivalet, duke përfshirë festivalin Lyra, po detyrohemi që shpesh të kërkojmë ndihmë apo përkraje edhe nga prindërit. Këtë përkraje fatmirësisht e kemi gjetë në vazhdimsi, sepse edhe ata e kanë kuptuar situatën tonë në përgjithësi, prandaj edhe ajo po është një mbështetje shumë e madhe, duke filluar prej asaj logjistike, sepse domethënë ata fëmijë kërkojnë sigurisht një përkujdesje para arritjes në festival, e kuptojmë që kanë shpenzime për të duk sa më bukur në skenë, domethënë një mbështetje e transportit her pas here, por edhe një mbështetje e përgjithshme, sepse ne kemi dëshirë që çdo fëmijë që vjen në festivalin Lyra të ndjehet fitues, prandaj edhe investojmë goxha dhe të jemi të kujdesshëm që ata të mos kthehen në shtëpi të zhgënjur, por që të gjithë pjesëmarrësit të fitojnë, të marrin nga një plaket, nga një shpërblim, nga një çmim, e të mos kthehen nga festivali i nduar thatë asnjëherë. Ku jemi në minutën e fundit të intervistës sonë dhe një mesazh të fundit për gjithë ata fëmijë që ëndrrojnë që një ditë të ngjiten në skenë. Mesazh sigurisht që ata fëmijë cilët e duan muzikën, kanë dëshirë të këndojnë, ata fëmijë gjithsesi duhet të gjejnë forma, të angazhohen, të ofrohen tek festivalet tona, sepse ne sigurisht që gjithmonë do të mundohemi që edhe atyne të japim nga një mundësi për pjesëmarrje, qoftë si solist apo edhe si korist në grup e tjera. Pra dyert tona, festivalit Lyra në Gjilan, do të jetë gjithmonë të hapura për ta, sepse e dim se sa e rëndësishme është për fëmijët që ata të jenë pjesë e një komuniteti artistik, muzikor tani dhe në të ardhmen. Ju dëshirojmë shumë suksese juve si drejtues, po ashtu dhe të gjithë atyre fëmijëve pjesëmarrës në këtë festival. Ju falenderit shumë, gjithashtu dëshiroj të falenderoj shumë edhe Radio Televizionin e Kosovës, i cili për shumë vite me radhë e mbulon programin tonë. Ju falenderit gjithë stafit dhe falenderit për mundësinë. Mbarëm punën tuaj.